golin e tij, edhe një herë dëshmuan që janë për dhunimin e popullit shqiptar, nuk janë për protesta paqësore. Këta kërkojnë dhunë. Shqiptarët janë përgjigjë me paqe. Tani e mrapa shqiptarët të reagojnë në mënyrë të pavarur dhe ne nuk marrim përgjegjësi. Nuk marrim përgjegjësi për arsye se sot atyre ju hiri të merren kur pan koshin e mbeturinave, edhe në atë kosh kandidati i parë ishte Tao Balla si e ka? Tao Plera, Pallukja që është kandidate për Burg, krye mafiosi Edi Rama dhe i zurit Meri. Dhe çfarë ndodhi? Ndërkohë që protestuesit po përdorin mjetët më paqësore në botë që njihen në çdo lloj demokracie, vezët janë një simbolik shumë e paqë, vezë domate, edhe bajgat janë shumë paqësore, për këta bajgat e parlamentit. Mos harroni çfarë ndodhi para pak vitesh në Capitol Hill në Amerikë, populli u fut, dhe asgjë nuk ndodhi, askush nuk u vra, sepse ajo është demokracia, institucionet janë të popullit, janë të sovranit, nuk janë të këtyre që ne i kanë marrë peng. Tashmë, çdo ditë më shumë po dëshmohet që këta duan stilin nepales. Prandaj Edi Rama jep dorëheqje me të mirë para se populli t'ju marrë zvarr dhe t'ju hedh me të vërtet në koshin që ju sollëm sot para parlamentit. Por shqiptarët janë të gatshëm ta bëjnë edhe si në Nepal. T'ju njekin në përlum, t'ju njekin në bodrume, t'ju njekin kudo që t'jeni, t'ju marrin çdo pasuri edhe t'ju përsënë nga Shqipëria. Kështu që kërkojmë mirë kuptimin e gjithë shqiptarëve dhe të bashkohen dhe mos të kenë teoria që jo, po kjo është i ati. Le të bashkohen për një qëllim. Rrëzimin e kësaj qeverie sa më parë. Arrestimin e çdo deputeti apo politikani që ka vjedhur popullin shqiptar, qoftë i pozitës apo i opozitës. Opozitën e kemi ftuar të jetë pjesë, po pa ata të korruptuarit. Ne nuk jemi kundër partide, jemi kundër kryptokracisë. Saliu në total me deklaratë jap dorëheqje bashkë me Mulin, me Albanën dhe të tjerë dhe me një herë populli shqiptar të arëzojë Edi Ramën. Linja Partinë Rinis brenda Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste ka plot të rinj të talentuar që mund të dheqin shumë më mirë se Edi Rama dhe Saliu. A jeni dakord? Raman Burg Berisha Burg! 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 Edhe sot e kishim një qytetar të tërhequr zvarr, besoj se e keni pa. Besoj se si u morën edhe me një adoleshent i cili ka përcjell disa gardhe, ai ishte në moshën 16 vjeç. Ne kemi dhënë shanse policisë, ne jemi edhe për policinë duke protestuar, ne jemi edhe për familjet e policëve duke protestuar, ne jemi edhe për kolegët e tyre që janë vrarë kryet detyrës dhe sot familjet e tyre jetojnë skamje. Mirë po shohim që element caktuar brenda policisë janë patronazhista të thekur, janë sevilan të thekur. Tani e mbrapa policia duhet ketë kujdes sepse askush nuk ban më përgjegjësi. Qytetarët janë pavarur, ju me dhunë, qytetarët do reagojnë me dhunë. Nuk ban përgjegjësi. Kush provokon popullin shqiptar nga sot e mbrapa do njihet me gjuhën që ata marrin vesh. Nëse ata do përdorin dhunë, shqiptarët do përdorin dhunë. Nëse ata do përdorin paqe, shqiptarët me paqe. Nuk ka më. Dhe rasti i parë ishte
ose do jetë rasti tretë të heqja me zvarë. Edi Rama, o legend, prite poplin që po vjen. Edi Rama, o legend, prite poplin që po vjen. Edi Rama, o legend, prite poplin që po vjen. Edi Rama, o pollosh, do të hedhi me kokosh. Edi Rama, o pollosh, do të hedhi me kokosh. Edi Rama, o pollosh, do të hedhi me kokosh. Atëherë të bëhemi bashkë si një trup i vetëm kundër kësaj të keqe, mos të lejojmë të heqen zvarta asnjë shqiptari tjetër, po i vetmi person që duhet të heqë zvara është Edi Rama dhe shpura e tij. Ma shumë dal nga dal dete semafori, si çdo